Sot bashkë me bashkëpunëtorë erdhëm për të dhënë lumturinë e fundit një prindi, një detari, një burrit madh, i cili kthehet të është simbol e sheh gjithë baballarëve tanë. Me edukimin, sakrificën e tij, rriti djem në shërbim të vendit. Pasi ajo gjë simbolizon lavdinë e gjithë baballarëve tanë. Është nga shajat e fundit atyre simboleve tona, të shtyllave të mëdha që na ushqyen, na motivuan, e na udhëzuan se si duhet ta dheu e si duhet shkohet drejt shërimit. Kam pas fatin që shumë herë gjatë luftës e pas luftës, situata të vështira të gëzimit, kemi qëndruar bashkë, kemi bashkëbiseduar, kemi pas një lidhje jashtëzakonisht ngushtë emocionale, sepse gjithë djemt të UÇK-s praktikisht prindë të tyre kanë qenë prindë e njëri tjetrit. Ka pas një dhimbje, një shqetësim, ka pas një gëzim, ka nda ndjenja prindërore, kështu që sot po e përcjellim këtë burr, lavdi për jetën e veprën e tij. Dhe në momentin kur po përcjellim edhe herë po tregon që Kosova, çmimi i lirisë Kosovës edhe sot po paguhet. Sot nuk është këtu ai që ka shërbyer, ka dhënë kontributin meritor për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës në momentin më të rëndësishëm të jetës së në procedurën e prindit. Sot i mungon presidenti Thaçi, edhe kjo tregon se sa është trajt, e se me sa sakrificë mund familjet tona kanë paguar çmimin për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Lavdi jetës së veprës tij.